Po, sa e ligjshme është një gjë e tillë, ajo që ka ndodhur ditën e djeshme me anullimin e Këshillit të Mandateve? Se kur flasim për ligjshmëri është nënkuptojmë që ka një nen apo një dispozitë caktuar ligjore apo non ligjore që do të ishte rregulloria e kuvendit që do ta kufizonte apo do ta pamundësonte këtë lloj sjellje. E vërteta është që rregulloria e kuvendit nuk ka një dispozitë specifike që të rregullojë mënyrën se duhet mbledhë Këshilli i Mandateve, për një logjikë shumë të thjeshtë. Po. Sepse ajo që thotë rregulloria është që Këshilli i Mandateve duhet të mblidhet automatikisht dhe ky këshill duhet të dalë me një vendim. Duhet të kemi parasysh një gjë. Këshilli i Mandateve vepron në bazë një kërkese të prokurorisë që nënkupton që ka një lloj nxitimi. Kërkesa për heqje imuniteti nuk është një kërkesë e çfarëdoshme që prokuroria e depoziton kuvend. Është një kërkesë që nënkupton që procedimi penal në ngarkim të personit apo procedimi hetimor në ngarkim të një deputeti caktuar ka nevojë për ca masa sigurie. Dhe këto masa sigurie zakonisht kanë karakter urgjent. Dhe logjika që ka dhe rregulloria e kuvendit dhe praktika parlamentare, se pavarësisht se nuk është rregulluar specifikisht, ka një praktikë parlamentare shumë të gjerë në raport me komisionet me mbledhje Këshillit të Mandatit, që thotë Këshilli i Mandatit mbledhet menjëherë me kërkesën brenda një afati kreditor dhe shqyrton kërkesën dhe del me një projekt vendim ose me dy projekt vendime në varësi të bindjes që kanë palët në Këshillin e Mandateve. Ajo që po ndodh është që vullneti politik i kryeministit po deformon atë që është praktika parlamentare, që do të thotë nuk po lejon më që Këshilli i Mandateve të mbledhet. Dhe duke mos lejuar mbledhjen e Këshillit të Mandatit nuk po lejon as shqyrtohet kërkesa e prokurorisë dhe dilet me një projekt vendim. Për sa kohë do të mund ta bëj kryeministri një gjë të tillë? Me sa duket për shumë gjatë. Për sa gjatë? Kjo është deri atëherë kur çështja të kthehet në çështje nul, quhet kështu, nuk do të habitesha që ky proces zgjatet edhe për një muaj e gjysmë tjetër. Dhe deri atëherë çfarë ndodh me çështjen Balluku? Nëse kalohet afati 3 mujor nga data e kërkesës prokurorisë, atëherë kërkesa prezumohet që është rrëzuar pa një vendim dhe praktika konsiderohet e mbyllur. Dhe nuk mund të mblidhet më Këshilli i Mandateve pas afatit 3 mujor. Dakord, Spaku hyn në lojë pas kësaj, nëse do të ta supozojmë do të shkojmë deri në këtë pikë? Spaku ka dy alternativa, ose paraqet një kërkesë të re në parlament për heqje imuniteti, ose nëse kjo kërkesë rrëzohet ose nuk kalon për shqyrtim, siç do të ishte rasti konkret, atëherë i ngjetet vazhdoi veprimet hetimore, po pa një masë sigurie ose pa këtë nevojën që ka. Duke e lënë në detyrë. Detyra nuk ka lidhje me masën që kërkohet. E kuptova. Heqja e imunitetit është heqje e kuptoj, kjo është vendimi i gjykatës kushtetuese për çështjen e detyrës. Po. Ama e kam fjalën, ka kompetencë Spaku ta shkarkojë zonjën Balluku për sa kohë mban këtë postë dhe shfaq rrezikshmëri për intimidim, për ndryshim provash? Ajo që Spaku mund të bëjë është të vazhdojë veprimet hetimore në gjendjen në cilët është, ose të drejtohet dhe një parlamenti me një kërkesë të re për heqje imuniteti. Por në raport me individin apo me procedimin penal apo me funksionin i ka duart e lidhura. Si keni parë ju argumentin e socialistëve lidhur me anullimin e këtij këshilli? Keni një koment për qëndrimin e tyre? Qëndrimi është i lidhur me vendimin e gjykatës kushtetuese. Ajo që qytetarët duhet kuptojnë është që çështja e gjykatës kushtetuese është një çështje kompetencash, që thotë ka një debat kushtetues mbi kompetencat që ka Këshilli i Ministrave dhe kompetencat që ka prokuroria. Dhe nëse këto dyja përplasen me njëra tjetrën. Kjo është çështje që është shtruar për gjykim gjykatës kushtetuese. Dhe gjykata duhet të shprehet për këtë çështje. Çështja e heqjes imunitetit nuk ka lidhje fare me këtë çështje. Janë dy çështje që janë krejtësisht të pa ndikuara nga njëra tjetra dhe njëra çështje mund të vazhdojë paralelisht me tjetrën pa që nevoja që ti ndërlidh. Problemi është që politikisht kryeministri po përpiqet korr ndoshta një fitore në gjykatë kushtetuese duke marrë një vendim pozitiv që ka një cënim kompetencave të tij, dhe pastaj këtë fitoren ta përdor edhe në Këshillin e Mandateve për të provuar që, qëndrimi i prokurorisë është një qëndrim që cënon rendin kushtetues, cënon demokracinë, dhe mbi këto parime pastaj mos lejohet as heqjen e imunitetit. Dakord, pra kjo çështje nuk shkon dot në parlament momentalisht. Çështja që është në gjykatën kushtetuese nuk mund të shkojë në parlament. Nuk ka lidhje fare. Çështja nga Këshilli i Mandateve. Çështja e Këshillit të Mandateve duhet kalojë detyrimisht në Këshillin e Mandateve. Do të për të kaluar në seancë plenare që është organi vendimarrës në raport me heqjen ose jo të imunitetit, duhet detyrimisht kalohet në Këshillin e Mandateve. Nëse nuk kalohet në Këshillin e Mandateve, dhe kjo është një nga mungesat që rregulloria e parlamentit ka, që nuk ka një mekanizëm zhbllokues në rast se Këshilli i Mandateve nuk mblidhet
si rregull, kur hartohen akte rregullatore, përpiqen të korrigjohen ose të gjenden mekanizma zhbllokues. Se këta e njohin mekanizmin zhbllokues, do e përdorin ke reforma territoriale, kurse këtu nuk e njohin. Po pse ai është mekanizmi zhbllokues? Dgjoj, majoranca ka gjithmonë aftësinë të ketë mekanizëm zhbllokues. Po. Nuk është majoranca. Në këtë rast nuk është në interesin e majorancës që ta bëjë një gjë të tillë. Majoranca ka mekanizma bllokues dhe mekanizmat zhbllokues zakonisht vijnë në favor të minorancave. Pse? Se minorancat nuk kanë numrat mjaftueshëm votash për të zhbllokuar një situatë që bllokohet nga majoranca. Në rastin konkret jemi në kushte kur majoranca ka vendosur ta bllokojë procedurën në Këshillin e Mandateve dhe rregulloria e Parlamentit nuk e ka parashikuar një mekanizëm zhbllokues, që do të ishte mundësia që ka minoranca, që do të thotë opozita, për ta çuar përpara çështjen drejt seancës plenare. Zoti Kthupi, ose si parashikoni ju vendimin e gjykatës kushtetuese në raport me zonjën Balluku, meqense ju thatë dhe zoti Rama, po ashtu e ka thënë që ne nuk flasim dhe nuk veprojmë pa folur ajo. I referojmë dhe asaj që ju thatë zoti Rama mund të korrë ose kërkon të korrë një fitore, thatë ju. Objektive ka përsa kohë ka qenë çështën gjykatë kushtetuese. E ka këtë influencë? Nuk di të them nëse e ka influencën apo jo, ajo që është si çështje në gjykatë kushtetuese është çështje vërtet komplekse. Do të thonë që t'jemi që bëjmë një shpjegim për qytetarët. Ajo që gjykata kushtetuese duhet të bëjë është të krijojë, do të marrë në analizë dy pushtete të ndryshme ose dy interese publik. Nga njëra anë është interesi publik që vendi të qeveriset, që është kërkesa që ka kryeministri që një ministër i tij nuk mund të pezullohet nga detyra, dhe nga ana tjetër është pezullimi i detyrës që bërë nga prokuroria, që është interesi publik për të pasur një hetim të plotë dhe të pacënuar gjatë kohës që zhvillohet procesi hetimor. Se kush është balanca mes këtyre dyve duhet vendosë gjykata kushtetuese për rastin konkret. Në këtë rast që flasim, prevalon ose mbizotron interesi publik për ministrin që ushtron funksionin, apo interesi publik për prokurorin që ushtron djegën penale. Kjo është dilema që ka sot gjykata kushtetuese. E ka të vështirë gjykata kushtetuese në këto kushte? Ka kërkuar kohë. Pse ka kërkuar këtë kohë? Do me thënë, është kjo kohë që i duhet për të shqyrtuar edhe me influencën e zotit Rama, apo realisht këtu ka një ngërç që ajo nuk jep dot drejtim në këto momente. Kjo është një pikë. Pse po kërkohet kjo kohë? Për të fituar më shumë kredite? Në terma, jo, besoj në terma praktik, në çdo gjyqtar i gjykatës kushtetuese, çdo antar i trupës gjykues. Pra është legjitime kjo gjë realisht, kështu po ndodh, duhet më shumë kohë? Ndoshta duhet më shumë kohë. Okej. Secili nga gjyqtarët duhet të krijojë bindjen e tij të brendshme, që do të thotë se secili nga gjyqtarët sot që flasim një nga 8 gjyqtarët antarës kushtetuese duhet të ketë bindjen e brendshme dhe vendimarrjen e tij të brendshme në raport me çështjen që shtrohet. Dhe nëse një nga gjyqtarët nuk e ka krijuar akoma bindjen e brendshme, kjo i jep mundësinë që të kërkojë kohë shtesë që të vazhdojë të arsyetojë. Deri në çfarë fati është? Ligji thotë që deri në 3 muaj mundet gjykata ose do duhet të dalë me një vendim. Kjo e dëmton këtë hetim pastaj apo jo? Nuk dëmton hetimin. Kjo ka vetëm një ngërç në situatën aktuale. Në një situatë normale, në cilën gjykata kushtetuese bën punën e saj dhe parlamenti bën punën e tij, kjo do të ishte një gjë krejt normale dhe gjykata kushtetuese do vazhdonte të arsyetonte ose të kërkonte kohë për të prodhuar një arsyetim sa më të mirë të mundshëm. Problemi është që ajo që ka bërë politikisht kryeministri duke lidhur vendimin e gjykatës kushtetuese me mbledhjen e Këshillit të Mandateve, krijon këtë ngërçin politik në cilin duket sikur gjykata kushtetuese ose perceptimi që krijohet, amëndësimi është që gjykata kushtetuese dashje pa dashje po jep kohë kryeministrit për të mos mbledhur Këshillin e Mandateve. Që do të thotë pavarësisht se e para mund të mos ketë parapavia, perceptimi që të krijohet është pikërisht ky, që gjykata kushtetuese duke mos dalë me një vendim, po jep kohë realisht? De facto po.